Bashkimi Demokratik për Integrim programin zgjedhor e shpalosi parabanorëve të komunës së Studeniçanit. Në këtë komunë BDI është në koalicion lokal me Partinë për Ardhmëri Evropiane dhe Partinë e Boshnjakëve, ku si rezultati i këtij koalicioni lista e këshilltarëve është e përbashkët. Në tubimin qendror për komunën e Studeniçanit i pranishëm ishte edhe lideri i BDI-s Ali Ahmeti, i shoqëruar nga ministrat e kabinetit qeveritar ai drejtësisë Blerin Bexheti dhe i pushtetit lokal Tahir Hani. Para të pranishme, kreu i BDI-s Ali Ahmeti tha se BDI ofron kuadrët më të mirë dhe më të cilësor për të udhëhequr me komunat. A i shtoi se premtimi i thënë duhet të mbahet, gjë të cilën BDI e ka dëshmuar gjithmonë. Gjithçka që ka mundësi, ky dhe na përpiqemi që ta shndrrojmë në të mirë materiale për njerëzit tanë. Të nderuar vëllezër e motra, ne nuk jetojmë në gjetë. Ne jetojmë këtu bashkë me ju. Ne ham bukën e këti trolli që të hanë gjithë populli jonë. Ne ecim mbi rrugët, ku ecën i gjithë populli jonë. Ne pim ujë të tokës tonë që pim i gjithë populli jonë. Për atë arsye, ne të gjitha energjit tona që i kemi i vëmë në dispozicion, që e sotmja dhe e nesërmja të kenë një ndryshim në mes, e nesërmja tjetë më e mirë se sa e sotshmja, dhe këtë e ka dëshmuar me punën e vetë kryetari aktual dhe i ardhshëm i komunës Studeniçan. Nderuar pranishëm, ka një numër caktuar të njerëzve që duan të ndërtojnë, por nuk din të ndërtojnë. Kandidati për kryetar të komunës së Studeniçanit Fatih Seni para banorëve bëri një pasqyrim të asaj që ka realizuar gjatë mandatit 4 vjeçar, duke premtuar edhe për realizimin e shumë projekteve të tjera gjatë mandatit të ri. Obligimi ynë parësor është ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në Maran, me që një pjesë e mjeteve janë siguruar nga Ministria për Pushtet Lokal dhe do të fillojë me punë në pranverë. Përfundimi i punimeve të kanalizimit në fshatin Batinc, të bëjmë kyçe në shtëpive në rrjetin e ri të ujësjellësit në Studeniçan, ndërtimi i rrjetit primar të kanalizimit dhe rregullimi i sheshit në Koliçan. Pas përfundimit të punimeve nëntoksore, planifikojmë që të bëjmë asfaltimet e rrugëve në përvendbanimet përkatëse, Batinc, Studeniçan, Maran, Koliçan, dhe do të bëjmë përpjekje të sigurojmë mjetet për shkurtimin e rrugës për në Cvetov. Kryesuesi i Këshillit Ahmet Ismaili tha se ky ekip i këshilltarëve komunal çdo herë do të jetë në përkrahje të vendimeve të kryetarit të komunës. Pasi i përkas një subjekti politik i cili vështirë e ka të thotë fjalën pasi duhet të qëndrojë deri në fund. Mirë po, duke pasur parasysh se i përkas kësaj familje të madhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Lirisht mund të them se bara jonë do të jetë më e vogël, me që nuk do të mungojnë ndihma nga kreu i partisë dhe funksionarët e tjerë të BDI-s. Të pranishmeve në këtë tubim u drejtuan edhe përfaqësuesit e Partisë për Ardhmëri Evropiane dhe Partisë së Boshnjakëve, të cilët thanë se koalicioni do të dëshmojë se pavarësisht dallimeve etnike do të ketë bashkëpunim i cili ka munguar në të kaluarën.